Si e? Mirë. Si kemi? Tina. Pak dasht. Çfarë do të thotë? Një balajash, po pa prekur pjesën e rënjës. Më thej që do të bëjmë diçka goxha të sfumuar edhe të përqendrohemi, normalisht rënjën do ta lëmë të paprekur, por që edhe te pjesa e gjatësisë të krijojmë goxha sfumime. Flokët i ke shumë të bukura, të gjata dhe goxha të shëndetshme, kështu që do bëjmë diçka që të qëndrojmë edhe te naturaliteti, por të japim edhe pak dritë edhe me fytyrë. Rregull? E lëm surprizë. Okej. Voilà. Super. A të pëlqen? Po. Super. Flokët i kemi vërtet shumë të bukura, edhe fajt e gjata, se kishim pak frikë mund do ta prishen apo nuk do na prishen, por që ngjyra ka dalë perfekt. Rënjën e kemi lënë të paprekur, afro vetëm pak të luta. Si gëzosh? Faleminderit, ju lëm shëndoart. Mirëshëndet.